Varet çka është në pyetje me vendos. Nëse ka sene që janë të përbashkëta, duhet më vendos mirë, po ka edhe diçka që është personale sajna, monet edhe pandimin e burrit. Mendin tonë nuk besoj, ndoshta në vende tjera. Por nuk ofron kushte shteti kur gjë për femrat që janë vetushqyse. Unë mendoj që duhet me provu derisa ta shet që ma nuk shkon. Me të parën herë për me shkatru një familje është pegi punë. Femna duhet me toleru pak, do të mu mundu për atë lidhje, po kur e shet që nuk shkon diçka dhe ajo normal që do të mu. Ja, Krishtina, a punon me çam jarësh? Jo, nuk punoj. Nuk punon. A ka drejt një femër, një grua, do të thonë pa ndihmën e një burrit të vendosë? Varet çka është në pyetje me vendos. Nëse ka sene që janë të përbashkëta, duhet më vendos mirë, po ka edhe diçka që është personale sajna, monet edhe pa ndihmën e burrit. A mund pa ndihmën e burrit t'ja del, të jetë e suksesshme një grua? Mendin tonë nuk besoj, ndoshta në vende tjera. Pse më don nuk mundet? Por nuk ofron kushte shteti kur gjë për femrat që janë vetushqyse. Nuk ka ndaj farë, më sa di unë se unë nuk jam non vetushqyse, mirë po më sa di nuk ka shumë kushte që mundet me i plotsu. Nuk po di ç'a më thonë se ndoshta edhe ndikon edhe familja, varet çysh e ka familjen. Nëse tash vendi është në zhvillim, edhe janë senet që janë tu pranu në shoqëri. Për shembull, nëse nuk i shkon një martesë, ajo është tu pranu tash me kalimin e kohës. Po mirë, po ka prap familje që nuk e përkrahin në vendimin edhe do të menejt ndoshta në hijen e dikujna. A kupton, varet prej familjes, prej vendit, edhe pse ka vende në Kosovë, po menoj që ka vende që janë vedisu në këtë aspekt, mirë po ka vende që hala duhet me punu në këtë drejtim. A duhet përkrahet në raste të tilla një femër, një grua nëse është vërtetuar? Patjetër që po. Po do në fund një mesazh gjitha femrave, gjitha grave lidhur me këtë temë. Askush nuk është e lumtur, gjithkush që kush s'është e lumtur në martesën e vet, le të vazhdon me punu, me ja dal vet. Mirë po, martesa për mendimin tim, martesa është shumë e shejtë, edhe le të mundohen për familje. Nëse një martesë nuk shkon mirë, a duhet të vihet te divorci? A duhet për hir të familjes të tolerohet? Po nuk po di vallaj, nuk jam e provuar në këtë aspekt. Po qëre, unë mendoj që duhet me provu derisa ta shet që ma nuk shkon. Po me të parën herë për me shkatru një familje është pegi punë. Edhe është një dhimbje të madhe. Për mendimin tim mendoj që femna duhet me toleru pak, do të mu mundu për atë lidhje, po kur e shet që nuk shkon diçka dhe ajo normal që do të mu. Faleminderit shumë për kohën. Kalofsh mirë. Faleminderit.